Deri në 2027 shkon opozita dhe na prish punë me çështjen e integrimit. Këtë e kemi dëgjuar, këtë refren, e kemi dëgjuar përsëritur në shumë vite, kur opozita gjithmonë ka luftuar për drejtën dhe të vërtetën. Dhe të luftosh për drejtën dhe të vërtetën është një ndihmë e madhe për të hapur ato porta që sot janë të mbyllura. Dhe madje edhe në prononcimet tona ne kemi qenë shumë të qartë, ne jemi pro çdo hapi dhe inkurajojmë çdo hap që angazhon Shqipërinë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe këtë gjë ka thënë dhe vetë kryetari i Partisë Demokratike, në mënyrën se si do sillet Partia Demokratike në vazhdimsi në raport me ngjarjet politike në Shqipëri. Dhe kërkosh demokraci, kërkosh zgjedhje të lira dhe ndershme, unë mendoj që është një ndihmë shumë e madhe në këtë momente për Shqipërinë, nuk është e kundërta. Është një arsye për të hapur dyert e Europës, që Europa të jetë më e pranishme dhe të shohë atë realitetin që ndodh në Shqipëri dhe të ketë një kontroll më rigjid dhe më të plot për situatën politike dhe situatën pse jo ekonomike, ku qartazi është vënë theksi tek kapja e medias, tek korrupsioni galopant dhe tek asetet ekonomike të krimit të organizuar. Ne nuk mund të futemi në Europë duke ju fshehur Europës me të vërtetat e mëdha. Ne duhet pranohemi në Europë dhe pranimi në Europë nuk është një moment, nuk është ky momenti që nëse ne themi të vërtetat dhe ky moment do bjerë. Jo, hyrja në Europë i përket një kontributi 35 vjeçar, politikës shqiptare, por dhe qytetarit shqiptar. Dhe momentet e tanishme që zbulojnë të vërtetën vetëm se ndihmojnë Shqipërinë që të bëhet pjesë e atyre vlerave, sepse ëndra e shqiptarëve për të bërë pjesë e Europës nuk ishte thjesht një ëndër gjeografike, se këtë na ka dhënë Zoti, po ishte një ëndër e standardeve dhe parimeve dhe vlerave. Ne duhet i qasimi Europës jo duke fshehur antivlerat, duke fshehur korrupsionin dhe duke fshehur krimin, por me vlerat, duke ja bërë qartë saj të situatën ku jemi dhe në unison i gjithë Bashkimi Evropian me ato mjete dhe mënyra që ka të vi në ndihmë Shqipërisë që në fund fare kjo demokraci të ketë ekzistencë reale nëpërmjet zgjedhjeve, por dhe luftës që duhet i bëj krimit dhe korrupsionit. Pra, ata që ulërasin me zë të ngjyrë, që kanë ulëritur deri tani për sundimin e Ramës, e kanë mbështetur, e kanë përkrahur në të gjitha format, e kanë të kot. Dhe ata dinë shumë mirë që një pasojë e këtyre të vërtetave mund godas dhe trondis edhe ekzistencën e tyre, sepse të paktën përvojën time politike gjatë e di shumë mirë që janë këto mediat e mëdha që transformuan dhe ligjin për mediat në 2013 me ndihmën e kësaj maxorance që kapën interesat fuqishme në raport me qeverinë.